ka se si endelat mos ta nisim me studimin e Gogo Pikal lidhur me ndikimin e televizionit tek publiku edhe tek audiencat, edhe roli që ka televizioni. Ne jemi shumë krenar në fakt që kemi publikuar këtë studim i cili paraqet një metodologji mikse ku kemi marrë intervista me ekspertët, kemi zhvilluar një pyetësor me audiencat dhe po ashtu kemi monitoruar përmbajtje televizive. Dhe mes ekspertëve jeni edhe ju, por unë do doja të lexoja 2 mendime të shkurtra tuajat që janë me rëndësi sepse bëni pak a shumë sintezën e asaj që ndodh në ekrane, por natyrisht jepni edhe një orientim si sociologe. Dhe ju thoni në ekranet shqiptare temat që trajtojnë shëndetin mendor marrin vëmendje vetëm kur ndodh ndonjë ngjarje. Nga kronika e zezë që e vë përballë shoqëri me pasojat e një veprimi që mund të ketë për shkak shëndetin mendor. Zakonisht kjo ndodh me intensitet në 24 orë ose 72 orët e para dhe më pas ajo u mbet nga vëmendja. Nuk duhet të heqim më njanë edhe kontributin që japin programet me në qendër tematikën e shëndetit, por sërish ato, thoni ju, janë episodike dhe të pamjaftueshme. E ndërkohë, thoni mëtej për mediat të tregojnë më shumë kujdes ndaj vulgaritetit. Të kujtojnë se media jo vetëm zbavit, ngjall kërshëri e informon, por mund të përçojë mërzi, nervozizëm, por edhe shëmti. Të gjitha këto kanë lidhje të drejtë me ndjenjën e mirëqenies mendore dhe shpirtërore të teleshikuesve. Tani me që kemi në këtë bisedë, e cila parashikoj që do jetë e gjatë, a mund na i elaboroni më tej, ta shtjelloj më tej këtë sintezë që u bëni, cili është efekti tek i medias në shëndetin mendor të audiencës? Po, si fillim më lejoni t'ju falenderoj për ftesën, t'ju përgëzoj për këtë cikël interesant të bashkëbisedimesh, të cilat kanë në qendër mbi të gjitha njeriun. Dhe së dyti, më lejoni t'ju përgëzoj për studimin, roli dhe ndikimi i medias audiovizive në mbrojtje të shëndetit mendor. Ju përgëzoj dhe ju nxis madje që ta çoni këtë studim në sa më shumë duar dhe sa më shumë mendje ta lexojnë. Lidhur me pyetjen që ju bët, mendoj që me shpjegimin që kam dhënë jam përafruar disi asaj që vëm re, pothuajse në mënyrë empirike tek shumë njerëz. Nga njëra anë vëm re një lidhje të vazhdueshme të qytetarëve tanë me ekranet, me monitorët, me programe televizive. Shohim që ende pavarësisht se shumë flasin për rënje të shikueshmërisë e ekraneve, për largimin e shikuesve prej ekraneve veçanërisht ose programeve televizive, sërish ne jemi vetë shqiptar. Janë larguar nga ekranet, po janë në celular ama. Këto përmbajtje konsumohen atje. E vërtet. Sërish mbizotëron shprehja e pash në televizor, apo e ka thënë televizori, apo edhe televizori. Gjë që tregon se ka një lidhje të fortë të psikologjisë sonë shoqërore me mesazhet që vijnë nga ekrani. Me të drejtë, me zhvillime teknologjike, ekrani i televizorit ka kaluar në duar, në monitorët e celularëve dhe çfarë shikojmë është një numër gjithmonë më i madh qytetarësh që kalojnë gjithmonë më shumë orë pra këtyre celularëve, këtyre monitorëve dhe programeve që dalin aty. Çfarë vëm re për ndikimin, unë e kam përshkruar disi, mund të jap nga njëra anë egzaltim, emocion, optimizëm për jetën, mund të zgjeroj kërshëri, mund të ftoj në botë të pakufishme informacioni, dijeje, kulture, nga ana tjetër mund të çojë në pesimizëm të plot, në humbje besimi tek e ardhmja, në një gjendje të përgjithshme zymtësie, boshllëku të madh shpirtëror dhe ndjenje të padobishme, të qenit i padobishëm. Dhe mendoj se të gjitha këto skaje të interesave të njerëzve luajnë rol të drejtë për drejtë në gjendjen e tyre shpirtërore, emocionale dhe mendore. Nuk duhet të harrojmë që çfarë bëjnë ekranet është që të njëjtin mesazh e çojnë në masa të gjëra heterogjene njerëzish.
masa që dallojnë nga mosha, nga formimi, nga interesat, nga ngritja kulturore dhe sigurisht dhe nga konstruksioni psikik. Dhe në këtë pikpamje mendoj që preken në mënyra të ndryshme njerëz të ndryshëm prej mesazheve të njëjta që përçohen nga ekranet. Kur këto mesazhe janë të tilla si të ngarkuara negativisht, ato e miklojnë negativisht shikuesin, e bëjnë që ai të ndjehet gjithmonë e më i vetmuar, gjithmonë e më bosh, gjithmonë e më i pa interesuar për mjedisin përreth. Ndërsa mesazhet optimiste të gëzueshme, plot ngjyra, plot pozitivitet, dhe ato e ftojnë psikën e shikuesve. Është shumë e vërtet, vetë audienca e pyetur në pyetësorin që ne kemi bërë në gjithë Shqipërinë, ishte shumë e hapur të pranonte programe që kanë në trajtim shëndetin mendor, që kanë një qasje më konstruktive, që kanë zëra ekspertësh që shpjegojnë se sigurisht sado ne jemi gazetar, por janë ekspertët ata që kanë autoritetin për të përcaktuar dhe për të komunikuar sidomos çështjet e shëndetit mendor. Dhe ishin shumë të hapur. Pra nuk është dhe aq e vërtet. Tani nuk edhe e ndajmë dot sepse mediat kanë pretendimin që audienca këtë gjë do, audiencat kanë pretendimin që është e vetmja ofertë që është aty dhe ne do ndjekim atë që ofron media, por ata janë shumë të hapur për qasje krejt konstruktive dhe ndryshe në programet. Po, sepse mendoj që edhe vetë shoqëria, kaq heterogjene sa ajo është, ka në mesin e saj ose në gjirin e saj individ me interesa të ndryshme, me kërkesa të ndryshme për jetën, me aspirata të ndryshme për ushqim shpirtrar. Jo të gjitha masat e shikuesve kërkojnë, të themi, atë mallin pa vlerë apo një ushqim aty për aty. Ka në masën e këtyre shikuesve mjaft të tjerë të cilët e kuptojnë se ka nevojë për një mendim me pesh, ka nevojë për një mendim të mbështetur, ka nevojë për një këshill të një specialisti në një fushë caktuar. Si duket, nuk e kanë humbur besimin që në mesin e kësaj shoqërie që është kaq kaotike, ka edhe njerëz të cilët ruajnë një farë stabiliteti profesional dhe janë një garanci më e mirë. Nuk mendoj se është shoqëria e 2025-s, ajo shoqëri që ka qenë në 2005-ën apo 2015-ën. Si ka ndryshuar? Ka ndryshuar në shumë aspekte. Jemi bërë më të mirë apo më të këqij? Nuk jap dot një ekspertizë të kësaj natyre. Nuk ka një përgjigje për këtë, por më shumë për ta shtruar në tokë. Por është më e hapur ndaj shërbimeve psikologjike veçanërisht. Unë kujtoj fillimet e mia kur jam diplomuar në fillimin e viteve 2000, bëja pjesë në grupin e atyre studiuesve ose të parëve të diplomuar pas viteve 90 në këto fusha dhe të flisje për shërbime psikologjike, të flisje për punonjës social, sociolog jo. As nuk mendoj. Megjithatë shifrat janë ende të ulta. Audienca thotë që vetëm 3% mes tyre konsultohet tek psikologu për efektet e teknologjisë dhe televizionit. Po, është e vërtetë. Por ju mbas e krahasoni me çfarë kemi? Me atë 0%. Gavim. Po. Dhe sot ekspertët e fushave të tilla janë më të njohur për shoqërinë. Pra, kanë më shumë kurajo të kërkojnë shërbim psikologjik, janë më të vetëdijshëm kur kanë një problem dhe ndjejnë që ka nevojë për një dorë, eksperti në këtë rast, dhe nëse nuk u qasen dhe shifra e përqasjes është kaq e ulët, kjo lidhet zakonisht me mundësinë ekonomike, sepse sistemi jonë shëndetësor nuk e ka të parashikuar edhe ofrimin e shërbimit mbështetës, psikoterapist për qytetarët e vet. Përkundrazi e ka lënë pothuajse në dorë të lirë, pra gjithë secili ka lirinë nëse ka dhe mundësinë ekonomike të drejtohet një eksperti psikolog, ose i ka mëshuar, të themi, plotësimin të nevojës së shoqërisë përmes ofrimit shërbimit psikologjik në shkolla. Por ne jemi vetë të vetëdijshëm që edhe ky shërbim është i pamjaftueshëm. Në 5 ditë të javës shërbimi psikologjik në të gjitha shkollat e Republikës së Shqipërisë nuk ofrohet një lloj. Për mënyrën se si është parashikuar ky shërbim, ka shkolla ku psikologut i takon të shkojë të duket më saktë vetëm ndonjë ditë në javë nëse mundet,
apo disa minuta. Ngjarje tragjike në fakt, se kujtove shkolla dhe ngjarje tragjike kanë ndodhur në Shqipëri. Si e analizon? A janë këto raste sporadike, a janë këto raste që kanë lidhje me një shedim brenda, me një lëshim të kontrollit brenda sistemit të profesionistëve që duhet mbase të sinjalizojnë të parët? Mendoj që çfarë dukurish ne shpjegojmë sot janë një pasqyrë, për mendimin tim, e zhvillimit të shkollës shqiptare. Pra, nëse ne flasim sot për këtë mungesë të lartë empatisë së njerëzve që lidhen drejt për drejt me edukimin, mendoj se ky është rezultati një shkolle të dobët të shkolla jonë. Pra, ne jemi të vetëdijshëm që nga viti në vit qytetari shqiptar është më i lirë të studiojë ku ka fusha interesi, ku e shikon se gjen veten më mirë. Është bërë arsimi, le të themi, në një farë mënyre më i aksesueshëm se çka qenë më parë, por cilësia nuk ka përkuar, nuk ka shkuar aty për aty paralel. Cilësia me. Ndaj dhe sot bën çudi se si nëpër shkollat tona me pak nxënës mësuesi ka kaq pak autoritet. Mësuesi nuk i dëgjohet fjala, ka mësues që sfidën e përditshme kanë mbajtjen e disiplinës në orën e mësimit, që është e paimagjinueshme për sistemin arsimor. Kthyer mësuesit në polic, për mbajtjes. Nga njëra anë, një pjesë e mësuesve reflektojnë dobësitë të sistemit formimit. Pra, janë vetë të formuar dobët. Një pjesë tjetër janë në mosha pensioni, janë duke u afruar moshës dhe kanë lëshuar kryesisht. Kanë bërë dekada punë, dhe kjo është një punë tërë e lodhshme psikikisht. Dhe i reflektojnë lodhjen. Me që më përmend punë e lodhshme psikikisht, a kanë mësuesit psikolog apo janë këta mësues që shkojnë te psikologu i nxënësve të tyre? Sepse mendoj që mësuesit duhet të kenë, është njësoj e njëjta logjikë që funksionon dhe për gazetarët, të cilët duhet të kenë të gjithë trajtimin përkatës të shëndetit mendor. Çfarë mendoj unë është që nëse një hap i mirë përpara është bërë me njohje në profesionin psikologut, është e vështirë në një shoqëri si jona të njëjtë ky profesion, sepse në përgjithësi psika e përgjithshme është stigmatizuar edhe. Po jo vetëm aq, por ne zakonisht në psikën tonë shoqërore themi, nuk kam se të shkoj te një psikolog kur mund të flas me vllajën, me motën, me shoqen. Kemi dhe lidhjet shumë të ngushtave si me familjet. Pra, e zgjidhim hallin, si të themi, në thonjza, duke ju drejtuar një shoqe, një miku, një familjari, sesa të shkojmë tek një i huaj që ka një diplomë, pas të së cilit ka një volum pune dhe një eksperiencë. Po, natyrisht, është formuar për atë, është investuar për atë. Prandaj është e vështirë, dua të them, por ka sërish këtu shumë nevoja të pambushura për të dalë tek pyetja juaj. Ne flasim për psikologët, dhe zakonisht tek ne flitet vetëm për psikologun klinik, po fare pak për psikologun e organizatave. Dhe në rastin konkret, ka nevojë që çdo organizim që ka të bëjë me një masë të madhe njerëzish, por jo domosdoshmërisht të madhe, po me më shumë njerëz që ofrojnë shërbimet përditshme, ka nevojë për shërbime psikologjike. Mësuesit nuk duhen përjashtuar, sepse edhe prindrit po të na dëgjojnë tani thonë, unë një kam në shtëpi edhe mezi e drejtoj, po ai që ka si mësues ajo që ka me tjetra, edhe me dekada punë. Ndaj te lodhja është e dukshme. Dhe për dalë tek kategoria. E kam vërre këtë, Endila, se po të ndërpres, po shumë interesante biseda, kështu që ma lejo dhe ndërprerjen. E kam vërre këtë tek trajnime komunikimi që bëjtë mësuesit e shkollat të ndryshme, të cilët dhe kur e krahasoj të njëjtin cikël trajnimesh të 5 viteve më parë, shoh një padurim në rritje të mësuesve. Pra në qoftë se 5 apo 6 vite më parë ishin më të durueshëm për të dëgjuar, për të angazhuar gjatë trajnimit, dhe për të rritur aftësitë e tyre në komunikim, se tek e fundit nëpërmjet komunikimit funksionon mësimdhënia edhe mësimnxënia. Tani i shoh fare të paduruar. Se janë të lodhur. Janë shumë të lodhur, shoh një vëre kjo me sy të lirë, nuk është se unë kam bërë matje specifike ose një studim, por praktikisht janë shumë të lodhur. Për të dalë të padurimi, ose se themi pragu i ulët i durimit, mendoj që këtu ka të bëjë në radhë të parë te i lodhja mendore, pra një farë ezaurimi që ata kanë, dhe në radhë të dytë ka të bëjë dhe pak me vullnetin. Jo të gjithë janë një lloj të vullnetshëm, ne njerëzit, nuk jemi të gjithë një lloj të vullnetshëm. Shumë individuale. Pikërisht. Kështu që
ju po keni vënë në dukje do me të mungesën e të vullnetshme në masën e madhe të mësuesve. Sepse i bie që ata janë të vullnetshme, apo jo? Po pikërisht, dhe me do çfarë bëhet me të tjerët pastaj. Natyrisht. Ndaj edhe problemet në shkolla janë të shumta, sepse nga njëra anë janë këto kategori që folëm, nga ana tjetër janë ata që janë shumë të apasionuar, janë të prerë për të qenë edukator. Reflektojnë në vetvete një vullnet të hekur për të shkuar për ditë në punë me të njëjtin motivim. Dhe këta zakonisht janë një pakicë. Dhe çfarë shikojmë është që kjo pakicë po mpaket edhe më shumë, sepse masa e atyre që i rrethon vjen e bëhet më e madhe, presioni mitash më i lartë dhe vjen një çast që dhe ata humbasin besimin tek forca e punës së tyre. Sepse edhe nxënësi është produkt jo vetëm i një mësuesi ose disa mësuesve të vullnetshëm dhe pasionantë, është produkt i të gjithë rrethit, i gjithë organizatës. E vërtet. Flasim i gjithë shkollës, madje jo vetëm i gjithë shkollës, por i gjithë shoqërisë dhe komunitetit ku nxënës rritet edhe prosperon. Kështu që ti ndonjëherë kur shikon që punon me pasion, dikush tjetër nuk vjen fare ose vjen dhe bën sikur punon, atëherë normalisht ka një aspekt tjetër që unë e kam vënë re po ashtu në bisedat e mia me mësues, të cilëve kur u drejton një pyetje që mbështetet mbi një konstatim, përgjigjja që merr zakonisht është kush na pyet neve. Dhe kur ti ke të bësh me mësues që nuk i pyet askush, kur hierarkia mbi ta ose vertikaliteti i shtyp, është e vështirë që të kesh një rezultat të mirë tek puna me nxënësit e tu. Megjithatë, unë jam njëri që besoj tek besimi që ka popullata jonë ose shoqëria jonë te forca e ndryshimit përmes edukimit. Dhe kjo është një arsye sepse shikojmë kaq rëndom shprehjen të më mësoj fëmia po unë bëj gjithçka. Po, jemi arsimdashës. Në përgjithësi e duam, e shohim mbase si të vetmen mundësi. E shohim si rrugdalje, nga status quo-ja jonë, e shohim si, të themi, besimin për ndryshim, e shohim si rrugën e drejtë për të ndryshuar, edhe për të siguruar mirëqenien materiale dhe sociale. Është po ashtu fakt që në këto 3 dekadat e fundit, tranzicion, shkolla u godit shumë. Patëm një periudhë dhe vijon të mbetet ajo e tillë, kur gjithmonë më pak njerëz besonin, domethënë, tek rëndësia e shkollës. Por, megjithatë, në vijat përgjithshme, parapëlqej të mendoj se shumica e popullatës e shikon arsimin si forcë ndryshimi. Kjo shpjegon edhe faktin sepse kemi kaq shumë kurse pas mësimi, kaq shumë kurse private për të mësuar gjuhë të huaja, kaq shumë aktivitete në formim të fëmijës dhe kaq shumë dëshirë të prindërve shqiptar për të diplomuar fëmijët, kryesisht në institucionet e arsimit lartë. Por përsëri ka nevojë ka vend. Ajo që bëjmë ne, mendoj unë që duhet përmirësohemi, është dëshira, lufta e përditshme për të njohur nxënësit, fëmijët dhe presionet në të cilat ata ndodhen sot. Dhe nga analiza jote, si të rezulton, në çfarë presionesh ndodhen sot të rinjt? Që ne nuk kemi ndodhur dikur. Jo, natyrisht. Domethënë, të rinjt e sot, si në fillim adoleshence, si ata në fillimet e rinisë, janë në një farë presioni të panjohur për prindrit e tyre në moshën e tyre. Dhe shpesh herë këta të rinj ose këta të mitur ose këta adoleshent ose këta fëmijë ndodhen në një farë, të themi, presion mungesash. Mungesa e prindit, mungesa e një hapësire psikologjike të sigurt, mungesa e komunikimit, mungesa e empatisë, mungesa e kuptimit, nuk i kuptojmë, pra nuk i mirë kuptojmë. Dhe mendoj që çfarë jetojnë ata është presioni i të munguarit. Mbase
këto aspekte mund t'i plotësoj, fjala vjen mirë, një mësues, për cilin ne jemi vetë prindrit e këtyre fëmijëve janë rritur me sintagmën prindi, mësuesi më falni, është një prindi dytë. Po ka të tjerë që nuk e kanë këtë prind të dytë në shkollë. Pra, nuk është ai mësuesi figura e dytë e rëndësishme. Ka të tjerë që kanë të bëjnë me prindër të lodhur vazhdimisht, të cilët edhe pse japin zemrën për fëmijën, kanë durim të dëgjojnë, nuk kanë, janë të lodhur vetë që të ndajnë me fëmijën shqetësimet e tij, dëshirat e tij, çfarë miq ka fëmia, ka model në mjedisin virtual, cili është mjedisi i tij virtual kryesisht i shoqërisë, sepse është e pa shmangshme që këto mjedise virtuale vinë shumë dhunshëm. Ka të tjerë të mitur të cilët ose fëmijë, ose të rinj, ose adoleshent të cilët nuk i pyet askush si ndjehen. Pra, me pak fjalë në psikologjinë e sjelljes, kjo është, si të themi, prindër që janë fizikisht aty, por emocionalisht mungojnë, sepse nuk e pyesin dot një herë fëmijën e tyre, po ti çfarë mendon, po ti si ndjehesh, po ty kush të shqetëson. Ka të tjerë fëmijë të cilët nuk e kanë një prind, për shkak se ai është në emigrim dhe ne jemi shoqëri me gati 1/3 e popullatës në emigrim. Ka fëmijë të tjerë të cilët, veçanërisht në fillimet e adoleshencës, kur aspekti fizik merr dominancë dhe kur mendimi bashkëmoshatarëve të tyre është kryesor përcaktues për mënyrën se si ata ndjehen keq, vjen në lojë, të tjerët ju vënë në dukje një aspekt në thonjsa negativ ose të pa bukur të pamjes dhe fillojnë dëshpërohen, izolohen, mbyllen. Ka të tjerë që e shfaqin ato mungesat mbi të në forma të ushtrimit të dhunës mbi të tjerët, sepse jetojmë një kohë kur ju mungojnë modelet, kur modelet që ju vinë janë kryesisht modele të agresivitetit, modele të njerëzve që paraqesin siguri, dhe ata ka nevojë pikërisht të duken të sigurt. Dhe tjetër sjellje mund të bëjnë në familje, tjetër sjellje në shkollë, edhe ndoshta kur prindi shkon thotë s'ka mundësi që fëmia im, po është pikërisht ai fëmia yt që mund të drejtoj. Ke të drejtë. Kjo është një sfidë e arsimtarëve shqiptar për fat të keq edhe të mirë. Sepse është ne kur flasim për prindrit, ka një kategori prindrish që quhen ndryshe prindër robër shpirtëror të fëmijëve. Pra, çfarë do lloje që të thoj fëmia, ajo është. Dhe fjala e mësuesit apo autoriteti i mësuesit është i diskutueshëm. Është në minorancë. Dhe zakonisht kjo kategori prindrish po bëhet gjithmonë më e dukshme tek ne. Sepse kemi një rënje të madhe të lindjeve nga njëra anë dhe fëmia i vetëm është mbreti në familje, gjithçka rreth tij, princi dhe princeshë. Pak a shumë. Dhe prindrit për shkak se e shikojnë, domethënë, gjithçka rrotull ti fillojnë tolerojnë aq shumë dhe bëhet ai fëmijë mjaft përcaktues për robërimin shpirtëror të prindit. Po kjo kategori prindrish zakonisht lokomotiva që tërheq gjithë trenin, është fëmia dhe të gjithë nga mbrapa. Por unë kur e kam diskutuar me shumë prindër këtë profil të prindit, them dhe ju them që karakteristikat e këtij prindi janë këto. Çfarë thot fëmia, ajo është. Fjala e fëmijës nuk diskutohet, çdo kush tjetër e ka gabim. Çdo kush tjetër që është kundër fjalës së fëmijës paragjykon. Edhe kur ua them thon, ja ky jam unë. Gjejnë veten aty brenda te profilizimi. Por që është praktikisht shumë dëmtues për fëmijën as parë, por edhe për gjithë dinamikën familjare. Natyrisht. Ka një sfidë prindi kudo qoftë, që është sfida e tolerancës. Pra, ka një kategori prindrish barë të madhe kemi mbi supë. Ka një kategori prindrish që thonë duhet ta lë të lirë, nuk kam pse i kontrolloj telefonin, nuk mund të futem në dhomën e tij pa leje, nuk mund të futem te sendet pa leje të kërkoj. Dhe kjo është një lloj pavarësie që quhet pseudo pavarësi. Pse? Sepse
e lë të lirë fëmijën ti ekspozohet stimujve të jashtëm pa patur ai ende pjekurin për t'u dalë ballë atyre stimujve. Pra, konkretisht, në këtë psikologjinë e zhvillimit që fola më sipër, ka një studim që thotë se korteksi prefrontal, pra kjo pjesa ku merren vendimet e pjekura, përmbyllet si fazë tek të 25-tat. Dhe kur ti e ekspozon me këtë lirin e dhënë në tolerancë, sipas mënyrës si e ke menduar, e ke ekspozuar fëmijën ndaj stimujve të jashtëm kur ai ende nuk është i pjekur që t'u jap atyre përgjigjen e duhur. Dhe zakonisht ajo që ndodh është që çfarë tërheq fëmijën është kryesisht negativizmi, modeli negativ. Sa është më joshës. Ka dhe kuriozitetin fëmia për të provuar, për të eksploruar. Nuk jam duke thënë pse, ka një pse, sepse sigurisht është në rritje, është në kërkim, është në eksplorim, e tërheq zakonisht e ndaluara. Edhe të gjithëve në të rejshë është natyrale e njeriut, por kur e shpjegoj këtë temë me prindër të tjerë, më thonë mua, kështu si që shpjegon ti, duke se kur ne s'kemi jetuar fare adoleshencë, dhe unë vetë që flas, e di që adoleshenca jonë ka qenë të ndryshme. Mund të kemi patur të njëjta dëshira, por kemi pasur aty shok dhe shoqë që kanë provuar cigaren. Kur kujtohemi. Po, sigurisht. Sot është se ka ecur te teknologjia. Sot shkollat kanë probleme me nuk e dia duhet ta përmend tani se po mos na kthej dhe kjo në model, por kanë probleme me cigaret elektronike, po them. Sigurisht. Pra, ajo që dikur në adoleshencën ton ishte një cigare ndezur e marrë nga paketa e babait apo e nënës apo e dikujt tjetër fshehur azi. Sot kemi arritur te ndarja e këtyre cigareve e mekanizmave për të ndezur cigaret elektronike, për të mos thënë problemin tjetër pasaj që është më ekstrem. Edhe përdorimi i substancave. Dhe ne e dim se çfarë ndodh në Tiranë, e dim se çfarë ndodh në gjithë Shqipërinë, se raportojmë për çdo substancë të kapur edhe çdo situatë, por kanë qenë, madje nëse kujtohemi edhe bullizmi ka qenë. Po, sigurisht. Por jo një bullizëm virtual, sepse nuk i kemi pasur teknologjinë të zhvilluar, por ka qenë aty. Po. Këtë po thosha që ne i kemi përjetuar dhe vetë, por mënyra se si së pari nuk kanë qenë në këto nivele ose të shtrira në këto mjedise, së dyti nuk kemi patur këtë analizë që ka sot. S'kemi pasur. Dhe së treti është kemi qenë gjithmonë të fokusuar drejt një aspekti tjetër, më larg nesh. Nuk kemi marrë shumë me aspektin tonë emocional. Se ndryshe nuk ka si të shpjegohen gjithë probleme që kanë të rriturit sot. Probleme me divorcet, probleme me familje që krijojnë, probleme me raportet me të tjerët. Është rritur pritshmëria jon? Është rritur kërkesa që ne kemi? Po, është rritur kërkesa, por paralelisht me kërkesën janë rritur boshllëqet. Janë rritur mangësit rreth rrotull. Pra, nëse adoleshenca viteve para 90-s ishte më e thjeshtë, ishte më e përqendruar tek raporti me familjen, me prindërit. Pa këto botokset edhe këto. Natyrisht që jo. I kemi kaluar në ekstrem. Në ekstrem, dhe ti shikon kur vjen nga jashtë, se si vajzat e djemt e rinj jashtë vendit ton, nuk ka rëndësi se ku, po janë aq natyral. Janë aq të paprekur në fytyrë dhe vjen në Shqipëri, që ne jemi një rast shumë e bukur. Jemi një rast vërtet shumë e bukur, dhe ti vjen në Shqipëri dhe shikon vajzat e reja në lule të moshës, me fillera, me botox, me vetulla krejt false. Do të dhe kjo të mërzit, sepse janë aq të bukur, aq të zgjuar dhe aq të mirë që nuk ka nevojë për to. Po kjo reflekton nga njëra një krizë të brendshme, janë të paplotësuar, janë gjithë kohës në kërkim për sosmërisë, për të qenë pranuar nga të tjerët. Në radhë të dytë, presioni mjedisit është shumë i lartë, dhe disa prej tyre janë të thyeshëm. Janë teje të thyeshëm. Kur merreni me mend, problemi nuk është se u thye ndaj një ndërhyrje estetike, që përsëri ka problem,
por është i thyeshëm si personalitet ndaj sfidave që vijnë. Pra, çfarë i kërkon mjedisja të bën, ndërkohë që ne duhet synojmë individ të mëkëmbur individualisht, që të jenë në gjendje të përballin jetën ashtu siç të vjen, dhe për askënd jeta nuk është e thjeshtë. Sado njerëzit përpiqen që të gjejnë rrugë të thjeshtësojnë vështirësitë e jetës, por nuk është një sfidë pa mbarim. E drejtë ose konsumi, do me thënë dëshira për të konsumuar pa fund, më duke si kur shkryuar një lloj varësie, do me thënë po nuk bleve në Shqipëri, qoftë veshje, ti nuk ndjen një lloj vetë realizimi, ose tregon boshllokun shpirtëror që ekstrem konsumizmi në fakt. Përveç se sigurisht është e forca e modelit. Është një psikolog që thotë jo dhe kaq edukata, po marrëdhënia është ajo që e bën njeriu. Dhe shpesh herë sado prindi ta edukoj shumë mirë në shtëpi fëmin e vet, kur del jashtë, marrëdhënia me të tjerët, shikon një lloj presioni, shikon një model ose disa modele. Marrëdhënia me të tjerët e bën që të imitoj ato modele për të qenë pranuar. Unë kam bërë takime në shkolla të ndryshme në Tiranë, në kuadër të këshillimit karrierës, dhe jam shumë e nderuar, them drejtën, që më kanë ftuar. Dhe një ndër pyetje që më është bërë nga gjimnazist ka qenë pse ne kemi prirjen të bëhemi të gjithë një lloj. Në çastin e parë, u gjenda shumë e papërgatitur për këtë pyetje, sepse në konceptin tim, ata nuk ishin një lloj, siç e shikoja. Por ama, kur filluam të përqendroheshim në aspekte kryesisht të dukjes, sepse ajo mund të vlerësohet. Është gjë e parë që bie në sy në fakt. Vërtet, ata kishin filluar të shqetësoheshin, që të gjithë ishin bërë pothuajse një lloj. Dhe unë me këtë rast kuptova që ata kishin frikë të ishin ndryshe. Pra ishin të stepur nga mjedisit rreth tyre, se po të ishin ndryshe i përjashtojnë, i lënë jashtë dhe të jenë jashtë janë të stepur, janë të friksuar, nuk janë të sigurt. Janë të përjashtuar, po. Po, dhe për të mos qenë të tillë preferojnë të bëhen të gjithë unison, që nuk mendoj se është rruga, për shkak se asnjëri prej nesh nuk është një lloj. Edhe këto shenjat e gishtave i kemi të ndryshme, edhe në familje, motra jemi shoqësi dhe gishtat e dorës nuk janë një lloj, dhe vullneti është i ndryshëm, karakteristikat e secilit janë të ndryshme. Por më duket, ne sigurisht jemi shoqëri që e duam shumë të bukurën dhe estetikën. Dhe kjo është fantastike te ne. Do me thënë sepse e nisa me shembullin kur vjen nga jashtë, por kur vjen nga jashtë shikon edhe sa bukur vishen shqiptarët. Sa estetik kemi, sa e duam të bukurën. Por e kisha te kjo që më duket sikur ne investimin kryesor po e bëjmë te dukja dhe vetë te dukja. Po, bravo. Shumë e vërtet. I kam pyetur studentët, çfarë vini re tek një pedagog? Dhe di cila është përgjigjja në përgjithësi, jo të gjithë. Përgjigjja kryesore është si na bën të ndjehemi, është aspekti i marrëdhënies, dhe e dyta si vishet. Dhe jam habitur dhe jam terrorizuar në momentin e parë kur kam marrë këto përgjigje, por me sa duket, jemi transformuar në këtë. Por s'kishte rëndësi për ta se çfarë ju thoshe, se Po. Por gjëja pra, parë që vini në re, po veshja, paraqitja dhe ambalazhi. Bën sens ajo që kemi investuar mbase më shumë te dukja dhe mbase duhet të kthejmë pak strategji, mendoj, si shoqëri. Mendoj se jemi në një fazë që shumë tranzitore. Do ta kalojmë edhe këtë. Do ta kalojmë edhe këtë. Se po, sepse ne vim nga një e kaluar me mungesa të mëdha. E kaluara jonë, e shkuara jonë nuk është shumë larg. Afër. Është afër. Pra 3 dekada po marr vetëm fillimet e 90-s. Janë larg. Për jetën e një shoqërie janë pothuajse shumë pak. Për jetën e një individi, ndoshta janë shumë, po për shoqërinë e tërë është pak, 3 dekada e pak. Dhe do të kalojmë gradualisht në për ato stade ku kanë kaluar të tjerët kohë më parë. Po, është vërtet një pedagoge në Hungari më tha që situatën mediatike që e keni ju sot, ne kemi pasur para 30 vitesh. Pikërisht.
Unë do të thoja 20, po ja 30. 30, po. Ka qenë thuajse e njëjta situatë në Hungari. Mendoj se kemi kaluar sfida të tilla, si për shembull, ju e shikoni. Nuk jam duke folur aktualisht për këtë aspekt të ndërtimtarisë që nuk gjej logjik, por le të flasim për mënyrën se si si janë zhvilluar qytetet tona nga aspekti urbanistik. Pra konkretisht të dalë nga një realitet ku ishim me deficienca të mëdha në strehim, të rritur kryesisht në përbllogje pallatesh, në hapësira të vogla, dhe për nevojat tona për dalë në liri e për të jetuar lirin, edhe për përmbushur ato mungesa që kishim, ndërtuam kursimet e një jete të tërë i kemi çuar në banesë. Tani mendoj se kemi kaluar në atë stad, jo se banesa nuk është domosdoshmëri, por ka kaluar ajo fazë, dua të them, me fillimin të viteve 90 kur ndërtonim se s'kishim dhe një pjesë e madhe nga 2-3 shtëpi të blera, po e shoh që nuk është më kjo prirje. Ka kaluar mendoj. Nuk e di, ky është perceptim se nuk është se kemi bërë një matje, po ka kaluar ky shefi i të blerit 7 shtëpi, 4 shtëpi, 5 shtëpi. Ose të bërit të dërtesave të mëdha, të cilat në fillim i realizonim të tilla se ishim vërtet të dëshiruar për hapësira dhe vinim nga një kaluar që ishim rritur me kushtet të vogla, me hapësira të vogla. Dhe kjo bën, domethënë që të kaloj ajo fazë. Mendoj se tani kjo fazë që ju me të drejtë keni konstatuar tek media do të kaloj dhe po njëjta gjë besoj edhe të ky aspekti dukjes, i imazhit. Por ja të kujtoj pak, dua të kujtoj, mbaj mend çfarë ishe duke thënë, dua të kujtoj pak Zysh Rozetën. Zysh Rozeta, Zysh ajo në fiskulturës, na thoshte, ishim në gjimnaz, punim provimet e maturës dhe ishim shumë të angazhuar, një periudhë shumë stresuese për ne. Edhe na ndaloi një ditë, tha, çfarë keni vajza? Zysh, kemi provime, do aplikojmë pastaj do konkurrojmë në shkollë të lartë. Stop. Jeta është obobo. Jeta është luftë. Në gjithë fazën e saj, në gjithë procesin e saj dhe ne tani jemi vërtet shumë të zënë dhe të angazhuar, nuk besojmë se do ketë periudhë më të ngarkuar se kjo dhe na shpjegoi që shiko, do shkoni në universitet, do bëni provimet, po do merrni diplomën, po do dilni pasaj në punë, po do kuptoni që puna ka sfida të tjera, po do bëni familje tuaja, kështu që në fakt jeta është luftë. Jeta është luftë dhe më pëlqen që asaj jote që thua, do ta kalojmë dhe këtë. Besoj se po. Do ta kalojmë dhe këtë. Kemi fatin e mirë që jemi në këtë cep të bukur të Evropës, ku pranë nesh janë shoqëri të zhvilluara me përvoja shumë të gjata dhe të pasura në drejtim të ngritjes kulturore, të zhvillimit. Dhe duke dalë tek ajo që ju thatë, shqiptarët janë e pëlqejnë të bukurën, edhe është një popull që estetikën e ka të rëndësishme, mendoj që do të ketë mundësinë, domethënë të thellohet në këto përvoja të mira të vendeve përreth, sepse edhe po ti shohësh pjesa dërmuese e popullatës vendit tonë shkon kryesisht në perëndim. Aty, domethënë pranë atij qytetërimi e gjen vetëm më mirë dhe lufton për t'u integruar sepse atë aspiron. Dhe ndaj mendoj që do të vi koha që do të kthehemi edhe një herë tek fillimet, tek thelbi, tek përmbajtja. Pyetja ime është kjo, ne të dyja jemi në auditore prezente tek të rinjt. Si mund punojmë më mirë ne që t'ju themi këtyre të rinjve, ose t'i nxisim këta të rinj të lexojnë pak, sepse kam përshtypjen që nëse ti thua fjalën libër, të gjithë ata që janë prezent, kudo në çdo ambient, sidomos ambient të rinj e kanë fjalën, ose ulin kokat, ose është e sigurt që kanë një prapamendim që na çmendi prap me libra, po na sugjeron se çfarë do lexojmë etj, po kam përshtypjen që ne duhet praktikisht të pak ne që jemi në auditor, mbase të ndryshojmë një lloj strategjie me të rinjt, se më duket sikur të rinjt janë shumë larg atij ushqimit shpirtëror që duhet të jetë. Qoftë edhe me kanale të tjera, jo vetëm nëpërmjet librit, patjetër. Mendoj që në moshat që punojmë ne, pak a shumë jemi vonë. Ne jemi vonë. Ja u them mësuesve që i trajnoj, punoni mirë me të rinjt. Sepse nga puna juaj varet puna jonë. Dhe ato më shohin të habitura.
po ç'lidhje ka se ti je në universitet hua? Nuk është, ja. Po këtë do se ky është produkti, është tamam zinxhir. Mendoj që bëhet tepër pak në drejtim të afrimit të fëmijëve me librin. Në kuptimin që nëse bëhet edhe në një mënyrë të detyrueshme dhe ata që është kundërproduktive. Ata kanë sepse edhe ne na thuash tani, shiko, merr lexoj këtë librin. Po, por pra, nga njëra anë mendoj që duhen rishikuar pak edhe kurrikulat. Nuk jam më njohse mirë këtij aspekti. Dhe më të drejtën kam bërë një herë një aplikim për të pranuar në një bord për përzgjedhjen e librave të bibliotekave të Shqipërisë dhe nuk u pranova. Dhe në parantezë po ju them që pothuajse në asnjë aplikim nga këto që kanë të bëjnë me arsimimin nuk jam pranuar kur kam aplikuar. Kjo është e çuditshme, pse ndodh? Jo, un jam njëri, si të themi, i pranoj kështu siç janë. Sociologjia më ka dhënë një armë të fortë që është një pse për çdo gjë. Mbase nuk kanë dashur në ato komision ose borde, njerëz që mendojnë. Nuk ka rëndësi. Unë një herë provova dhe nuk. Se të gjitha reflektohen edhe janë zinxhir normalisht. Por meqense jemi duke folur për librin, se si t'i afrojmë me librin, mendoj që duhet të bëjmë që në veçëllim më shumë. Më kujtohet përpara disa vitesh një shkrimtare nga Suedia erdhi tek ne. Dhe bëri një takim me lexues të moshave të ndryshme të vegjël dhe një ndër pyetjet që autores i ngeli në mendje ishte nga audienca një vajzë që i tha: "Ne në lëndën e letërsisë mësuesit na kërkojnë të imagjinojmë se çfarë ka dashur të thojë autori. Dhe tani që kemi një autor, duam vërtet ta pyesim. Çfarë ke pasur në mendje kur e ke bërë këtë libër?" Dhe kjo është një pyetje që atë e goditi dhe me të drejtë, sepse unë mendoj që duhet i bëjmë pak më të prekshme qasjet edukative për nxënësit. Pra në qoftë se ti u paraqet çdo gjë në teori, çdo gjë si të largët, ata fillojnë ta konsiderojnë si të pavlerë, edhe nuk arrin dot të afrohen me të, ta bëjnë lëkurë. Ndaj duhet në mosha sa më të vogla, ke mundësi të fillosh që në parashkollor të ndryshosh kurrikulat, të fusësh në sistemin parashkollor më të mirët, edukatorët më të formuar, që dinë të njohin psikologjinë e moshës, pedagogjin e moshës, dhe t'jenë shumë të hapur për të bërë ndryshim. Por kur ti në të gjitha hallkat fut dikë që të bën se të duhet për këtë, fut dikë se është një militant, fut të tjetër se të duhet për ca vota, këtë produkt do t'jap. Dhe çfarë kemi parë në vite, kjo ka qenë. Pra çfarë kemi ndërtuar ne, nuk ka qenë mirëqenia e kombit ton, po ka qenë një vendimi aty për atyshëm që na ka nxjerrë nga situata për një arsye të caktuar, që kryesisht ka qenë arsye e natyrave jashtë edukimit. Mendoj se duhet të vi momenti që njerëzit ta kuptojnë kështu, që në fund të fundit kombin ton e kanë bërë idealistët. Nuk e kanë bërë, quhen sot, pragmatistët, por në kuptimin më të thjeshtë të fjalës interesagjint. Kombin e bëjnë idealistët. Dhe nëse dalim edhe një herë te kjo që ju thatë se si tek media, tek formimi e tjera, unë mendoj që nuk është detyra e elitës të zbresit e masa, është detyra e elitës të ngrej masën. Vetëm kështu ti mund ta çosh kombin tënd përpara drejt atyre aspiratave të këtyre 1 milion e ca shqiptarëve që kanë ikur, kanë lënë këtu gjithçka, kanë lënë familje, fëmijërinë e vet, kujtimet e veta i kanë braktisur, shpeshherë kanë ndruar identitete vetëm e vetëm sepse kanë qenë në kërkim të përkatësisë. Dhe përkatësia ekonomike është një anë, po përkatësia shpirtërore, kulturore është tjetër, dhe ata ja kanë dalë mjaft mirë në shumë raste të integrohen, por kanë lënë pas vendin. Kokën e kthejnë vetë, po të shikosh, e ndjejnë edhe po të bisedosh me njerëz që kanë ikur, njerëz që i përkasin hapësirës, i kanë përkitur hapësirës publike në Shqipëri, e ndjejnë njerëz zakonisht shumë mungesën e Shqipërisë, aspektin social, miq që ti takon, afrimitetin me familjen, po sigurisht janë zgjedhje që se kush i bën për arsye të caktuara. Sigurisht, dhe kam parë po ashtu njerëz që kanë emigruar
dhe kanë emigruar edhe përpara 90-s, dhe në një moshë të thyer kanë kërkuar të rikthehen, sepse është sensi i përkatësisë, njeriu ka nevojë për përkatësi, dhe kur ti i përket këtij kombi, ti ke nevojë për to. Unë jam e bindur që çdo njeri nga ata që duke po na dëgjon ose do ta dëgjoj bisedën, e beson që dhe ne që flasim, shpesh herë jemi mërzitur me situatën, kemi thonë të iki nga syt këmbët, po ika nuk e kthej më kokën pas. Dhe ky është një mendim i drejtë, sepse shumë prej nesh përballen në të përditshme me padrejtësi sociale, përballet me një mjedis që nuk frymëzon, që nuk shpërblen, një mjedis që shpesh herë është aq i padrejtë me ty, sa thua cili është kuptimi i kësaj që bëj. E megjithatë, për çfarë po sakrifikoj ose për çfarë po përpiqem? Dhe megjithatë ne prap themi që çdo njeri prej nesh e ka të domosdoshëm përkatësinë në një rreth. Megjithatë në aspektin social ne kemi në dorë të zgjedhim njerëz motivues rreth vetes. Dhe jo se unë besoj shumë te këto teoritë motivuese, po në kuptimin njerëz që na frymëzojnë për të mos hequr dorë, për të bërë gjëra ndryshe, për të përpjekur në një formë tjetër, se mbase jemi përpjekur po se kemi dalë në këtë formën A, të provojmë formën B, se mbase mund të jetë më efektive dhe sepse është fatkeqësi në fakt njerëz të talentuar me shumë kapacitet që mund të japin shoqërisë, largohen edhe dorëzohen. Heqin dorë. Po, sepse në një pjesë dorëzohen, sepse nuk duan të bëjnë më kompromise. Nëse kanë bërë një farë pike, okay, nuk duan të bëjnë më tutje. E para, e dyta, ikin për shkak se nuk duan që ata vetë të bëjnë kompromise që kanë bërë prindrit e tyre. Nuk pajtohen. Dhe ka edhe një kategori të tretë, falni, që janë ata që ikin sepse fëmia ka ardhur, e ardhmja është kryesisht në shërbim të fëmijës dhe nuk duan që fëmia e tyre të vuajë pasojat e kompromiseve që kanë bërë ata, apo të bëjnë në të ardhmen të njëjtat kompromise, dhe natyrisht nuk duhet të harrojmë, i rikthehemi edhe një herë sistemit arsimor, shumë emigrojnë për shkak të sistemit të dobët, të sistemit arsimor. Prandaj duhet të ndërhyjë shteti një orë më parë në cilësinë e arsimimit, sepse po këta qytetarë janë që shkojnë dhe diplomohen jashtë, kanë rezultate shumë të mira aty ku shkojnë. Dhe shkëlqejnë sepse kuptojnë sakrificën, vlerësojnë sakrificën e madhe që bëjnë familjet, vlerësojnë mundësitë që ju jepen. Po, vlerësojnë mundësitë që ju jepen dhe janë mirënjohës për ato mundësira dhe si të themi ndjen të shpërblyer për sakrificën që bëjnë bashkërisht. E ndirat kthehemi te familja. Çfarë po ndodh me familjen shqiptare? Si është transformuar ajo këto 30 vite? Familja shqiptare, si shumë institucione të tjera të shoqërisë, ka pasur ndryshimet e saj. Kemi kaluar nga familjet e zgjeruara, ku jetonin disa kurora në një kulm, në familje të tipit bërtham, nëna, babai, fëmia ose 2 fëmijë ose fëmijët. Dhe kjo është reflektuar nga njëra anë kudo nëpër Shqipëri. Ndryshimi i dytë që ka pasur familja jonë është zhvendosja demografike. Ne vim nga një e kaluar ku shumica e familjeve shqiptare, aty ku themeloheshin, aty ku ngriheshin, aty ku formoheshin, po aty vijonin, ndërsa me kalimin e viteve familja shqiptare ka filluar të shkojë jashtë kufive të Shqipërisë ose drejt qyteteve të mëdha ose drejt kryeqytetit kryesisht për të gjetur një stabilitet financiar kryesisht dhe të perspektivave të së ardhmes, zgjerimit perspektivave për të ardhmen. Ndryshimet të tjera që ka pasur familja jonë janë të lidhura me rrudhjen e pjesëtarëve. Pra nga viti në vit, familjet tona janë bërë të vogla, lindin pak, gjithmonë më pak lindin, dhe ka qarqe të tëra të Republikës së Shqipërisë që janë duke u përballur 90 fjala vjen lindje për 3 muaj, apo ka qyteza të Republikës së Shqipërisë ku pritet, domethënë që në klasat e para të numri të jetë më i vogël se 2, më i vogël se 3, kur ato të çelen, pra në 6 vite. Dhe mendoj që të tjera ndryshime që i kanë ardhur përballë familjes tonë janë
ato të ashtu quajtura dukuri të kësaj kohe ose plagë të shoqërisë moderne, që janë kryesisht përdorimi i substancave narkotike, përfshirja në tregun ose në këtë sipërmarrje të rrezikshme që është kjo e substancave narkotike, ku ka mjaft kryefamiljar që jetojnë larg familjeve të tyre si rezultat i vuajtjes së dënimit apo i pasojave të aktivitetit të tyre. Sikundër ka të tjera plagë siç janë varësia nga lojrat e fatit, të ashtu quajtura lojra fati, apo substancat narkotike apo dhe alkooli. Nuk duhet të harrojmë një goditje të madhe ka marrë familja, kryesisht prej dhunës, sepse ne shikojmë që një numër i madh zgjidhjesh të martesave vinë si rezultat i dhunës brenda mureve të shtëpisë. Kemi ende shifra të larta. Shifrat janë të larta. Dhe kjo tregon që brenda mureve të shtëpisë realiteti është vërtet i dhunshëm në të gjitha këto familje që shkojnë drejt zgjidhjes. Dhe zakonisht kur shkojnë drejt zgjidhjes në përgjithësi të zgjidhjes martesës. Së martesës, në përgjithësi kjo ka ndodhur kur dhuna nuk është pranuar më, pra është e zauruar ose është maisur aq shumë si problem sa nuk ka duruar më, dhe zakonisht kjo është gruaja që e kërkon zgjidhjen e martesës. Të tjera goditjet familja joni ka marrë edhe si rezultat i adulterit ose lidhjeve jashtëmartesore, të cilat nuk janë një realitet i panjohur, por në kushtet e lirisë nga njëra anë, në kushtet e boshllëkut ndonjëherë edhe emocional që gjenden. Edhe boshllëkut të vlerave. Të humbjes të mos pasi si një busulle, të mos diturit se çfarë je duke kërkuar. Po, në mungesë një udhërrëfyesi, më saktë, të vlerave morale, shpeshherë rrëshkasin, domethënë në situata të këtilla që kanë të bëjnë drejt për drejt, pra me shkeljen e besnikërisë bashkëshortore dhe që përbën një premisë për divorc. Në këto raste ne kemi parë që familja është gjendur thuajse e vetme përballë të gjitha këtyre problemeve që i vijnë nga jashtë. Një problem i ri që e ka goditur familjen tonë është i ashtu quajturi luks. Pra, luksi disave bëhet në një farë mënyrë një detyrim për disa të tjerë. Dhe kur këta të tjerët janë kryesisht të varfrit, kjo ka bërë që ky luks i të tjerëve, detyrim për të varfrit, i ka çuar ata drejt konfliktit të brendshëm, drejt mungesës së besimit, drejt mungesës së ose vendimeve të gabuara Dhe nuk mund të përjashtoj që divorcet kryesisht në një shkallë të madhe janë tek çiftet brenda 5 viteve të para të martesës, dhe ka një rritje të divorceve tek çiftet pas 20 viteve martesë. Dhe ka një shpjegim dhe njëra dhe tjetra, dhe njëri dhe tjetri rast, sepse nëse në këto 5 vite të para të martesës shkohet më me lehtësi drejt divorcit, vjen si rezultat nga njëra anë i zhgënjimit prej pritmënive nga institucioni martesor. Shumë të rinj mendojnë se dalin nga fukarallëku, zgjidhen njëherë mirë gjitha problemet, nga çasti që themelojnë një familje me dikë që ka një kamje ekonomike veçanërisht. Ndërsa dhe përshpejtojnë vendimin e martesës dhe presin tepër nga martesa, dhe kur ajo fillon dhe shfaq rezultatet e veta, ndjen të zhgënjur dhe nuk sakrifikojnë asgjë, sepse baza mbi cilën e kanë ngritur këtë marrëdhënie nuk është sakrifica. Edhe nuk kanë durimin dhe vullnetin për të qëndruar vendimarrjes aty. Po, tregojnë të thyeshëm, mjaft të dobët për të dalë vështirësive ballë. Ka të tjera situata që të themi mungon një farë udhërrëfyesi edhe martesor, në kuptimin e këshillimit martesave në krizë, apo i këshillimit paramartesor, institucione që shoqëritë e tjera i kanë të konsoliduara. Ndërsa tek çiftet që kanë kaluar 20 vitet e martesës dhe shkojnë drejt zgjidhjes, zakonisht ka ndodhur për shkak se njihet ndryshe si foleja bosh. Pra kur fëmijët janë rritur, ka mbaruar procesit të qenit prind dhe tani u mbetet të jenë vetëm bashkëshort, shikojnë që në këto detyra bashkëshortore ka një hendek të madh. Boshllëk shpirtëror, mungesë emocioni, mungesë raportit seksual, humbje të interesit për anën për tjetrin, dhe sigurisht kuptojnë që vitet që i presin nuk janë dhe aq të shumta, dhe nëse duan vërtet, domethënë, të jetojnë segmentin tjetër të jetës, të lirë, larg një konteksti familjar tërësisht të çbër,
shkojnë drejt zgjidhjes ligjore të martesës. Dhe këto janë disa dukuri që për një shoqëri që deri para viteve 90 ishte tërësisht e izoluar me disa norma morale të tjera, ku familja vinte pasi diplomoheshe, pasi shkolloheshe, martoheshe dhe bëhej familja dhe çdo gjë bëhej për familjen. Pas viteve 90 individi në një kaos të madh, një situatë kaotike, ka qenë ndoshta në kërkim të vetvetes më shumë dhe në mungesë edhe të vlerave, në mungesë edhe të modeleve. Kemi mjaft raste kur thonë që divorcohen sepse shohin që edhe të tjerët e bëjnë. Mund të jetë më duket një papjekuri nëse është e tillë, por mua nuk më rezulton dhe aq kështu. Më rezulton që njerëz të ndryshëm i thonë jo një moment dhunës veçanërisht. Se këtë e reflektojnë shumë studio ligjore që ne bisedojmë, njerëz të ligjit të cilët pohojnë se ka dhunë ras. Pra, arsye kryesore ose ndër arsyet kryesore ngelet dhuna brenda dhuna, sepse dhuna buron nga, të themi, pasiguria e mashkullit kryesisht, pritmënitë e mëdha të gruas bashortes ndaj burrit kryesisht, goditjet e pasigurisë ekonomike që merr çifti, i cili mungesën e strehimit nga njëra anë, mungesën e punësimit nga ana tjetër, pagat e pamjaftueshme nga ana tjetër, aspirata për të bërë prindër nga ana tjetër, dhe jo gjithmonë arrin që të jenë një lloj të fortë. Kemi agresion, ja të tregoj, isha një ditë në një bank, po nuk po e them emrin për reklam negative, se s'dua që të dëmtoj. Dhe çfarë më ndodhi? Hap derën e bankës dhe i kërkoj atij zotërisë që rrinte, mund të ulem pak tek karrija që ishte bosh. Dhe në atë moment jo tha, nuk mund të ulesh dhe shtyn derën. Mirë po unë sa kisha vendosur dhe këmbën aty te dera. Thash sikur një sekond mos kisha reaguar, do ta kishe kapur këmbën, sepse ishte situata e tillë. Dhe teksa qëndroja, okay, e kuptova, thash unë nuk i thash absolutisht asnjë gjë dhe nuk e kuptova pse reagoj. Dhe pas me ishte një grua që më tregoi që i njëjti person të informacioni kishte bërë të njëjtën veprim me dikë tjetër, ku ajo kishte qenë dëshmitare dhe më tha, dëgjoj tha, ka vetëm një zgjidhje, unë sa herë vi këtu te ky filiali, mendoj sikur ky personi nuk ekziston fare, sepse jo vetëm që nuk duhet ta bënte këtë rol, sigurisht, po ka realisht probleme shumë të mëdha të agresionit. Po. Dhe ti e shikon edhe në këto situata të përditshmërisë sa agresiv jemi. Po, sepse e shikoj kudo, një rritje të sjelljeve agresive. E shikon tek njerëzit në timon, që janë të paduruar. Po, të paduruar. E vëre se si presin jashtë në aeroporte. Në aeroportin e Frankfurtit apo të Vienës, shqiptarët. Presin në një qetësi olimpike. Po, e vërtet. Sa vi në Tiranë, nuk e di pse nxitojnë dhe ku shkojnë që nxitojnë në të farë. Me vrap, vrapojnë në aeroport për të shkuar për të vendosur pasaportën. Nuk është se do marrin ndonjë tranzit që po ikën avioni? Jo, ka një dyzim personaliteti. Pra, ndryshe jashtë, ndryshe këtu, i njëjti njeri. Që tregon se standardi dyfisht është karakteristik dhe jo edukata në vetvete. Sepse është e vërtet, si thot populli, sipas vendit dhe kuvendi e para. Shumë teori në psikologji thonë është mjedisi që e bën njeriu. Kur ti je jashtë dhe mjedisi atje të imponon, ti je i disiplinuar, i duruar, mjedisi i përgjithshëm atje është i tillë. Kur ti vjen këtu dhe mjedisi këtu është kryesisht kaotik, dominon ai që ja hedh tjetrit, apo përlavdërohet ai që ta hedh që është pak më superior, afërmend që mjedisi këto do stimuloj tek njeriu. Mu deshën 2 orë të merja veten. Dhe çudia është që unë jam dhe ekspert e komunikimit dhe thash si dështova në këtë komunikim. Dhe çfarë ndodhi me mua, po pastaj kur kuptova kontekstin e ngjarjeve që kishin ndodhur dhe aty në një farë mënyrë u ndjeva dhe mirë, se thash okay, nuk është se e nxita unë këtë lloj reagimi, ishte aty, ishin kushtet e gatshme pra, por ama ndikon shumë në jetën tonë.
Kudo ndikon. Pra, si ai në punë si i bankës që është kryesisht i fushës së sigurisë. Dhe përgjegjësia e tij është të ofrojë sigurinë. Pra, aq kohë sa ti nuk i kërcënon sigurinë ambientit midis ku ai është pjesë, nuk ka pse ai të sillet me këtë mënyrë. Por ky është një tregues i dukshëm i nivelit të edukatës përgjithshme të popullatës. Kur edukata është e dobët, ajo manifestohet përmes agresivitetit. Pse njerëzit që janë tejet e edukuar janë mjaft në ekuilibër mendor? Se ata nuk kanë nevojë të tregojnë e përsin përmes dhunës. Ata kanë autoritetin që ta vendosen e përsin përmes forcës së logjikës e përmes forcës së fjalës. Kjo duhet të jetë më shumë e shtrirë. Unë përpiqem të mendoj që të ndryshojmë ato që nuk na pëlqejnë në situatën tonë, duhet të ndryshojmë sa më shumë mjedisin tonë. Sepse kur mjedisi bëhet i qetë, i rregullt, i disiplinuar, ai ashtu i edukon edhe qytetarët e vet. Pra të mbajmë afër njerëz që janë shumë të rëndësishëm njerëz që shohin gotën gjysmë plot dhe jo gjysmë bosh në përgjithësi. Ato janë disa pesimistë të pandrejshëm dhe është ose njerëz që minimalisht na lënë të qetë të krijojmë edhe të nuk na bezdisin me sjellje mbase të dëmshme në përditshmëri, se kjo kthehet pastaj ti nëse kalon kohë me njerëz që të bezdisin për një kohë të gjatë, kthehet praktikisht në një rrymë bezdisëse në përgjithësi. Po, natyrisht, domethënë të ezauron shumë. Psikikisht edhe nga pikpamja e vullnetit. Dhe çfarë bën njeriu me kalimin e moshës, me kalimin e kohës, me përvojat në jetë, këtë bën një pjesë e madhe njerëzve. E të kthehemi te familja, mos harrojmë familjen. Para disa kohësh është diskutuar në fakt edhe pjesa e edukimit, se ka pasur dhe disa raste flas të edukimit të fëmijëve brenda familjes edhe të diferencave se si edukohen vajzat dhe edukohen djemt brenda familjes. Dhe unë vetë kam parë, kam dëshmuar prindër që sillen ndryshe me djemt dhe ndryshe me vajzat. Është ende prezente në shoqërinë shqiptare? Natyrisht që po. Dhe më duket sikur vajzat bëhen më të zonja, pikërisht prej kësaj kërkese të shtuar të llogarisë. Si ke parë ti këtë? Po, domethënë, në psikologjinë e përgjithshme të popullatës tonë, djali është i adhuruar i familjes, ndryshe gëzon një familje kur vjen në jetë një djalë, ose kur mëson se po vjen në jetë një djalë, dhe ndryshe, domethënë e përjeton gëzimin kur mëson se vjen në jetë një vajzë. Nuk është kudo kështu, por në vija të përgjithshme kështu e ka qenë. Ka ndryshuar natyrisht të çiftet e reja, të cilat janë më të hapura për të kuptuar të aspekt kaq të rëndësishëm të jetës, siç është të bërit prind, dhe jo për të përqendruar te gjinia e fëmijës. Por në vija të përgjithshme mbizotëron ky model, nënat shqiptare ndryshe e kanë përjetuar ardhin e jetë të djalit dhe ndryshe, si të themi, e kanë vlerësuar. Mirë, përjetimi është një gjë, po sjellja pastaj, pse duhet të jetë më kërkuese ndaj vajzave? Është në vijim, djali është parë gjithmonë më me privilegj dhe vajza është parë si një te dera e burrit. Domethënë është e përkohshme në familje, sepse do vi dita që ajo do të dalë nga familja, do të shkojë në familjen e burrit. Dhe për këtë arsye, familja shqiptare e ka parë vajzën kryesisht jashtë dere. Dhe kjo është një ndër arsye sepse edhe përsa i takon çështjeve, më vjen keq që flas për këtë temë kështu, po për shkak të pronësisë, domethënë. Gjithmonë ajo i është veshur vetëm djalit, edhe vajza është veshur dhe nga aspekte të pronësisë, edhe pse thash ndjehem keq sepse sidomos prindrit tanë, prindrit shqiptarë, kanë bërë një jetë shumë të vuajtur për të pretenduar nga ata edhe atë pak gjë që kanë bërë me shumë mund dhe që lidhet me një pronë të vogël. Personalisht e mendoj kështu. Megjithatë, dua të them edhe sot vijon, edhe unë kur flas me nënën time, ajo kështu thot, mbyllet tani se erdhi çuni. Ose do ta dalë tani, do ta mbyll telefonin se do t'i bëj bukën çunit. Dhe e kam verifikuar këtë edhe me student kur bisedoj. Dhe më thonë edhe ata që janë 18 vjetë, më thonë janë gati 3 dekada më poshtë se unë, që vijon e njëjta gjë edhe në për familjet e tyre. Pra është i shtrirë ky model i edukimit me superioritet ose i parjes me superioritet të djalit, sepse me të është lidhur vazhdimësia mbi emrit. Po çfarë ndodh, cili është rezultati? Ja thosha një prindi të një
të një djali dhe përgjigjja e saj ishte pse ta marrësh ti të gatshëm, ta merrni ju që keni vajza, po çfarë ndodh? Rezultati është që ti i ke dhënë disa privilegje mbase të pamerituara djalit tënd dhe je bërë më kërkues ndaj vajzës. Dhe rezultati shpesh është që ky kërkimi ose të qenurit kërkues ndaj vajzës është më efektiv, sepse vajza bëhet aq e zonja. Edhe vajza do të rritet, do të martohet, ose do krijoj bashkëtesën e saj, do sjellin një jetë fëmijë. Mirë, po duke qenë që është rritur me një model shumë kërkues ndaj vetes, do të jetë kërkues edhe ndaj bashkëshortit. Që është djali i kësaj nëne që është djali një nëne tjetër që po është edukuar duke u llastuar ose kjo nuk është rasti për të gjitha familjet, Jo, shumë familje, shumë probleme në çift vinë si rezultat i këtij edukimi të ndryshëm. Ky djali që është bashkëshorti, është babai, është mësuar në laborator ku kishte gjithçka gati nga nëna, ku nuk ka ditur ndoshta të gatuaj. Ku nuk ka kapacitetin dhe forcën për t'i qëndruar dhe sfidave, dhe pastaj rezultati ngelet i dyshim se si do vazhdoj kjo martesë. Prandaj them që edukimi i djemve, në fakt, shumë i rëndësishëm për shoqërinë tonë, me që e pas kemi i djemve dhe roli nënës në edukimin e djemve, sepse shumë çifte e tregojnë këtë aspekt të përballjes së edukimeve njëri dhe të tjetrit. Entela jam e sigurt që nënat e djemve janë të mërzitura me këtë që po themi. Jo, edhe ka shumë patjetër e njëjta punë duhet bëhet edhe me vajzat, patjetër, sepse kemi raste edhe të vështira të vajzave, nuk ka diskutim, por e shoh si fenomen. E shoh të njëjtët prindër që kanë edhe djalin dhe vajzën. Po, është e vërtetë. Jo, unë bie dakord me ju, sepse shumë çifte shfaqin probleme në raportin midis tyre, pikërisht si rezultati i edukimeve të ndryshme që kanë marrë, në sa i takon detyrave të njërit dhe të tjetrit, sepse në familjet tona zakonisht të djemt janë zhveshur nga detyrat e shtëpisë. Pra, aspekti gatimit, larjes e kurosjes ka qenë një aspekt kryesisht femëror. Dhe kur familja nuk ka pasur një vajzë, këto detyra i ka bërë gjithmonë nëna. Dhe djali është lënë jashtë këtyre angazhimeve. Ka mjaft djem, veçanërisht në emigrim ose kur kanë jetuar vetëm, që i kanë bërë për një farë kohe, po dhe ata kanë reflektuar, ose më saktë janë sjellë ndryshe kur janë martuar. Ose i kanë mësuar gjatë konvikteve në jetesën e konvikte ose në ushtri, por janë bërë më të sot vetëse. Për këto punët e përditshmërisë. Kur janë martuar, ka kaluar një farë kohë dhe ka rënë ai sharmi i viteve të para të martesës, kanë shkuar dhe ata drejt njëjtit model që kanë marrë në familjen e tyre. Pra, çdo angazhim brenda shtëpisë i është lënë gruas bashkëshortes. Pse kam këtë merak, sepse kam qenë vetë nënere para disa vitesh edhe e kam parë se sa e vështirë është sot për një nënë të re të rrisi një fëmijë, në kuptimin e mungesës së suportit total. Pra, duhet që një nënë që ka sjellë në jetë një fëmijë, ta çojë këtë fëmijë në çerdhe dhe fatmirësisht sistemin e çerdheve e kemi shumë të mirë. Me thënë të drejtën në raport kur e krahason me vende të tjera apo kopshtet me gjitha problematikat që kanë, po ti praktikisht ke një vend ku ta çosh fëmijën. Dhe çështja është që bëhet shumë e vështirë që ti të ruash standardin në profesion, ti të ecësh, sepse bëhet fjalë që një nën ka edhe kulmin e zhvillimit të karrierës pikërisht në ato vite. Po, është e vërtetë, në ato periudhë. Pikërisht në atë periudhë. Që për baballarët është tjetër fazë. Dhe çfarë shoh që edhe kjo pjesa e marrëdhënies mes brezave, kjo ka ndryshuar. Sot prindrit i kemi më larg. Shoqëria është bërë pak më indiferente, ndryshe nga, pra nuk funksionon një njëjti model siç ka funksionuar për nënën time, babain tim, vjerrin dhe vjerrën e saj, pra gjyshrit e mi në këtë rast, të cilët mbase kanë suportuar se edhe për shkak të afërsisë. Pra, çfarë ka ndodhur është që kontekstet kanë ndryshuar shumë. Dhe është e vështirë të kontekstet kanë ndryshuar, po përgjegjësia shtuar ngelet aty për këto nënat e reja, pra, të cilat ose nuk ndihmohen nga gjeneratat dhe ose gjeneratat mund t'japin më të moshuar për prindërit tanë, mund t'japin mbase edhe orientime
që ta themi në gjuhë popullore nuk pijnë ujë në kohët e sotme, ose shohim këtë modelin e bashkëshortëve të cilët edukohen ndryshe. Por ama bara ngelet aty e përgjithësisht, sepse ti ke sjellë në jetë një fëmijë apo dy fëmijë cilët do t'i edukosh, do t'i rrisësh, por nga ana tjetër duhet edhe të zhvillohesh. Po, është e vërtet, domethënë detyrat prindërore janë fillojnë që në ditën që mëson se do të bëhesh nën, pra ka filluar ai. Mbi nënën kanë filluar kërkesat. Dhe sa nga njëra anë janë këto kërkesa, nga ana tjetër janë ato që vlidhen me pasionin, me prirjet, me aspektin e saj të ardhmes profesionale, që është për disa shumë i rëndësishëm, për të tjera më pak i rëndësishëm. Dhe në këto kushte nga njëra anë, nga ana tjetër mungesa e mbështetjes familjare që ka ndodhur si rezultati lëvizjes që kanë bërë vetë individët, kush është diplomuar në Tiranë, ka preferuar të qëndrojë në Tiranë, ku është afirmuar më shumë. Dhe si të tillë familjen e ka gjithmonë larg dhe ajo mbështetje që ka patur nëna e nënës të re në këtë rast mungon. Së dyti, konteksti është i ndryshëm, shpeshherë rregullat e një konteksti tjetër dalin të pavlera në një kontekst të ri dhe është, si të thua, është një software i ndryshëm pra që i kërkohet njerëzve në këtë kohë. Dhe sfidat për familjen janë shfaqur edhe si rezultati këtyre ndryshimeve dhe për të mos folur më pas edhe për të themi detyrat prindërore sa i takon bashkëshortëve, të cilët jo gjithmonë janë një lloj gati për këto detyra, disa kanë një pjekuri pak më të vonë, nuk duhet ta harrojmë këtë aspekt, sepse që është lidhet me biologjinë, ndryshimin e gjinive. Mosha biologjike me moshën mendore, jo gjithmonë përkon. Madje shpeshherë ka vajza të cilat janë shumë më përpara në moshë mendore se sa me mosha e tyre fiziologjike. Dhe tek djemt, për shembull, nuk ndodh gjithmonë kështu. Kjo është një ndër shprehjet që unë dëgjoj, kam student që më thon babai im është adoleshent, sepse atij ashtu i duket babai. Për shkak se për kuptimin e tij, mosha e babait mendore me moshën numerike nuk përkon. Dhe si i tillë sjellja, mënyra si e shikon jetën e bën të ti duket një adoleshent i përjetshëm. Dhe ka ndodhur domethënë që për detyra të njëjta janë të përgatitur në mënyra të ndryshme. Bara bie me nënën natyrisht sepse ajo është që e sjell në jetë fëmijën, është përgjegjësia më e madhe e saj për edukimin dhe natyrisht babai është, si të themi, një shtyllë e fortë edhe për mënyrën se si e shikojmë në familjen. Kështu e kemi të konceptuar idenë për familjen tonë, që nëna është mbështetja dhe babai është një shtyllë e fuqishme e shoqërisë, e shtëpisë. Kur ka ndodhur që njëri apo tjetri nuk ka qenë i gati për këto detyra, s'kan ditur të sillen, janë ndier të lëkundur në detyra prindërore, ka ndodhur edhe zgjidhja e martesës. Për fat të keq, kemi parë mjaft çifte që nuk kanë mbijetuar dot kur janë bërë prindër veçanërisht dhe kanë shkuar drejt zgjidhjes së martesës dhe ka ndodhur që me këtë vendim familja ose fëmia, më falni, ka humbur edhe kontakti me prindin tjetër. Dhe etapat të rëndësishme të jetës së tij i ka kaluar në mungesë për shkak se konflikti në familje ka qenë i asaj natyre që nuk ja ka mundësuar praninë e prindit tjetër. Edhe unë e shikoj këtë si një problem që tregon në një farë mënyre një lloj papjekurie të shoqërisë tonë për t'u qasur këtij hapi kaq problematik sa që është divorci. Pra, shumica e divorceve tona janë me konflikt, me ndarje, me që sill pasoja shumë të mëdha dhe te shoqëria. Te shoqëria, tek fëmia, kudo. Te fëmia është pasoja e parë dhe mbase te vetë partnerët, po edhe te shoqëria. Te modelimi që mund të bëj në raste të caktuara, te kostot që kanë proceset caktuara, te fakti që nukli kryesor i shoqërisë shpërbëhet. Po. Pra, dhe në momentin e shpërbërjes është e vështirë mbase që ca funksione që i kryen dhe familja ti kryej dikush tjetër ose individët të jenë krejtësisht të lirshëm për të funksionuar në atë pavarësinë e tyre. Gjithsesi unë mendoj që prapë në shoqërinë shqiptare kemi një moskuptim, një neglizhencë të brezave më të vjetër dhe brezave të rinj. Dhe
Ne kemi defekte të tjera në fakt kur krahasojmë me prindrit tanë, sepse ne duke vrapuar gjithmonë pas punëve, harrojmë që ndonjëherë të jetojmë momentin. Po, vërtet. Edhe prindrit na i kujtojnë që, shiko, puno dhe ndalo, thot i më, puno dhe ndalo. Puno dhe ndalo, merr pak frym. Jo gjithkohën duke punuar, po më duket sikur ata nuk na kuptojnë se është kjo ankesa që kanë të rinj karqinesh, ne ndaj prindërve tanë nuk e kuptojnë shumë sfidat që ne kemi. Sfidat që nuk mjafton që sot fëmijës apo familjes ti ofrosh ushqimin, strehën dhe gjërat bazike. Duhet shumë. Duhet që vëmendjen ta kesh të fokusuar te fëmia yt ose te sfidat ose te bashkëshorti. Pra, duhet shumë dhe më duket sikur nuk na kuptojnë. A ndan me mua të njëjtën përshtypje apo jemi ne që jemi shumë paragjykues ndaj prindërve tanë dhe ndaj brezave më të vjetër, ose s'kemi këtë durimin mbase për t'i dëgjuar edhe për t'i marrë sa gjëra më shtruar. Unë mendoj që gjithë ky presion mbi ne ka ndodhur dhe ndodh për shkak se e shkarkojmë të gjithë tek njëri tjetri. Dhe nuk kemi një mbështetje nga askund që të shkarkojmë pasiguritë tona, të paqtojmë paqetësinë tonë, të jemi të qetë për të realizuar vetveten, të ngrihemi ose të ngjitemi në këtë piramidë të nevojave që e njeh Maslow. Nuk kemi. Sepse nëse ti je gjithë kohës në alert të përditshëm, me vite të tëra, për të qenë sa në profesion, sa si nën, sa si qytetare, sa si eksperte, sa si fëmijë, kjo ndodh, edhe për vite të tëra të kërkohet ty dhe do apo nuk do, se funksionojmë në shumë role. Po, ti ndjesh i pa kuptuar, edhe ndjesh bësh bën një jetë robotizuar. Në qoftë se këtu do të kishte institucione që ta ndihmonin familjen, dhe nuk ka të tilla. Sa mirë për shembull një nënë e re të merrte një pagesë prej 5 vitesh. Derisa fëmia të shkonte 5 vjeç apo 6 vjeç, nuk ka një pagesë ndihmuese. Po. Që minimalisht nga pikpamja ekonomike, që shumë e rëndësishme, sidomos sa i përket familjeve të reja, do ndihmonte shumë, po mbase qeveria që do vinë në shtator do ta mendojmë të shpresojmë. Aktualisht nuk ka menduar ky shtet për disa institucione ndihmëse për familjen. Që mund të ishin, për shembull, fjala vjen kjo që ju thatë me të drejtë, një ndihmë për nënat e reja, në të themi disa ditë pushimi më shumë, një ditë kushtuar të themi familjes, fëmijës, të ketë më shumë kënde lojrash ku fëmijët i çojnë, të ketë më shumë aktivitete veprimtari që fëmijët i çojnë, sepse kur ti i ke të tëra me pagesë, detyrimisht do detyrohesh të punosh shumë për t'i bërë ato para që të kesh mundësinë fëmijës t'ia qasësh këto mundësira. Po kur ti nuk i ke këto të ofruara dhe të siguruara, je i detyruar të jesh njëkohësisht dhe këtu dhe atje në të gjitha detyrat me të njëjtën eficiencë. Dhe kjo është ajo që prindrit tanë zakonisht nuk e kuptojnë. Nuk duhet ta harrojmë që përplasja e brezave është një ligjësi. Çështja është që ndryshon vetëm niveli tolerancës, por është afërmendsh që brezat me njëri tjetrin. Kështu janë përplasur dhe prindrit tanë me prindët e tyre? Mendoj që janë përplasur, por shfaqja e përplasjes së tyre ndonjëherë nuk ka qenë e dukshme, ose nuk është kuptuar, ose ka kaluar në heshtje, e kanë vuajtur, kanë qenë të edukuar të heshnin, nuk kanë menduar kurse si që bëhet fjalë për liri, shprehje, dhe kanë mbyllur gojën dhe kanë duruar. Kurse sot, gjeneratat e reja edukohen ndryshe, me kërko më shumë, kërko për veten, ti je i lirë, ti je i Zoti. Dhe kur edukohen kështu, disa dhe i kërkojnë këto. Dhe kur ndeshen me këtë edukim, me një edukim tjetër, fillon konflikti. Dhe për këtë arsye mendoj që shteti duhet ta marrë në konsiderat familjen. Fjala vjen. Ju me të drejtë sollët shembuj nga jashtë, por edhe unë mund të sjell shembuj nga jashtë. Për shembull, në Itali, ju e dini fare mirë, ora 13 është ora e drekës për familjet italiane, sepse ai shtet ka menduar që nëse familja do të ruhet, duhet të ulet e gjitha pranë tavolinës.
ndërsa ne këtë koncept të vendosjes së një orari ultimativ ose i detyrueshëm për të gjitha bizneset, një 2 orësh në treg, është një tentativë që e kanë bërë shumë biznese, nuk ja kanë dalë dot sepse nuk i kanë qëndruar të njëjtit vullnet të gjitha bizneset, por mund të ishte një nismë që do ta ndihmonte familjen tonë, sepse po harron të ulet pranë tavolinës, po harron. Edhe ti zhdukesh ato telefonat fare aty. E para, e dyta, për shembull, po marr një rast, jemi duke folur për familjen, sa familje të reja përpiqen sjellin jetë fëmijë dhe nuk arrin dot, sepse infertiliteti është një problem, dhe futen në disa cikle marrjesh, parash, borxh, puno, detyrohen dhe kredia, detyrimet e tjera. Pikërisht sepse nuk kanë një mbështetje nga shteti. Po marrë shtetin rumun, të cilët miratuan një më pak se disa ditë më parë, gati 15.000 çifte do të marrin një subvencion për fertilizimin in vitro, sepse ishte kthyer në problem. Është një problem, dhe për shoqërinë tonë është. Tjetër punë se ne jemi më të mbyllur në këtë aspekt dhe kemi gjithmonë nuk i komunikojmë mbase. Kemi frikën se po gjykohemi publikisht për të ashtu quajturat pa aftësi riprodhuese, dhe nuk e kuptojmë që sjellja në jetë e fëmijës për disa është një sfidë shumë e kushtueshme, si nga pikpamja materiale, ashtu edhe nga pikpamja shpirtërore dhe mendore, dhe nga pikpamja e kostos që ka vetë çifti, i cili gjën edhe i pandihmuar komplet me këtë. Shteti rumun do suportonte krejtësisht procesin, gjithë procesin pra për 15.000 çifte që do fillonin të aplikonin procesin e fertilizimit in vitro deri në një shumë të caktuar. Sigurisht aty ka dhe kritere moshe, për shembull deri në, të themi gratë, deri në të 45-tat, ose çifte që kanë tentuar një herë, dy herë. Po është një formë që ata duan ta nxisin lindshmërinë. Është një formë. Patjetër, dhe i vinë në ndihmë konsolidimit të familjes, sepse dhe në vendin tonë një pjesë e familjeve që shkojnë në divorc, shkojnë edhe si rezultat i mungesës sjelljes në jetë të fëmijës. Që është një dramë shumë e madhe, po shoqëria jonë nuk e diskuton këtë temë, sepse ka të bëjë drejt për drejt me intimitetin e saj, dhe që s'para pëlqen të duket qytetari shqiptar ose dobët në këtë aspekt. Është i rëndësishëm mendimi i mjedisit për shumë prej nesh. Edhe kur mjedisit e gjykon të dobët të paaftë për të riprodhuar, ti fillon dhe të shpurërohesh, ndjesh më pak i rëndësishëm, edhe si grua ti ndjesh më pak e rëndësishme, dhe kjo, me sa unë shoh, është një tjetër dramë e familjes shqiptare që i blua në heshtje, dhe e shoh këtë në shumë klinika që kanë të rinj që kanë probleme me infertilitetin, i cili po vjen e po ulet edhe në moshë.